Matilda, të përshëndes, në fakt ndodhemi në muajin e dytë të kësaj proteste, ashtu sikur se theksuat dhe ju më herët, ndodhemi në ditën e 43 këtu në godinën para kryeministrisë, ku janë mbledhur protestuesit e parë, një grup i parë i protestuesve, pasi pjesa tjetër pritet të ndjekë të njëjtin itinerar, sikur se ka ndodhur edhe ditët e mëparshme, për të nisur nga sheshi Skënderbeje për t'u bashkuar bulevardit Dëshmorët e Kombit, duke marshuar të gjithë gjatësinë e tij për të vendosur këtu në podiumin ku mbahen fjalimet në godinën përpara kryeministrisë. Kanë bëritur protestuesit e parë, media tashmë janë instaluar në këtë shesh, aty ku zhvillohen edhe fjalimet sipas rastit, zbresin sërish në këtë të diel protestuesit të bindur për të plotësuar deri në fund kërkesat e tyre në largimin e kryeministrit Edi Rama, thirrjet e përhershme që ata bëjnë dhe sigurisht edhe përpos të gjitha problematikave sociale, ekonomike dhe politike në vend, në kundërshti me gjithçka ka ndodhur në gjithë këto vite histori politike Shqipërisë, për të realizuar e për të shkuar deri në fund kauzave të cilat ata i kanë paraqitur e vijojnë t'i thrasin këtu në podiumin e improvizuar në godinën përpara kryeministrisë. Sikurse e theksova edhe më herët, kanë bëritur grupi i parë i protestuesve, ndërkohë që në kor ata her pas here lëshojnë dhe thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Rama në kundërshti me politikën aktuale të qeverisjes. Po, Matilda. Ilda, mirë, faleminderit për këtë raportim, një përmbledhje që i bëre pikërisht momentit së nisjes së protestës, patjetër që për çdo të re që do të zhvillohet aty dhe që përbën interes publik, mos ngurot kërkosh komunikimin me studion. Punë të mbarë në vazhdim.